Mirëmbrëma, miq Studio D, mirëmbrëma miq të RTS Shkodra. Sonte kam një të ftuar speciale, sepse sigurisht është gruaja e parë, femra e parë që vjen, është edhe ish-ministrja, po themi tati deputete, ish-deputete, por është Dona Bilali. Faleminderit Dona që je në emision me mua. Kënaqësi që jam sonte këtu me ju për këtë bisedë. Faleminderit dhe njëkohësisht uroj të shkeni fillu edhe fushatën elektorale si gjithë ato që do vinë, pa diskutim që uroj që tjetë një fushatë e mirë, fushatë e plot, e ngjeshur, e bardhë, po themi, për nga përmbajtja dhe nga mënyra e të bërit, po dhe sukseshme. Dona, po e filloj me njerë bisedën për të mos humbur kohë. Ajo që më bën përshtypje, sidomos në prezantimin e fola për gruan, fola për vajzën, fola për shkodranën, po themi e Dona Bilali, më bën përshtypje fakti i disa prej spoteve tuja që ke në Facebook. Njëri bile ishte i bicikletës, tjetri ishin ato 5 pikat që do t'i bisedoj më vonë. Mënyrën e re të bamjes, edhe me këtë do filloj pyetjen. Nga kjo fushat, ke fushata që ke pas, ke kaluar disa fushata, po dhe me veten. Çfarë ndryshimi ka Dona? Ka një ndryshim thelbësor, apo po e njëjta gjë është, por ndryshojnë disa forma të vogla? Kush është ajo ndryshmja që ju dalloni tani? Si fillim, për 4 vite, kjo do jetë fushata e 4 për mua, Sigurisht, Shkodra pati edhe fushatën e zgjedhjeve të pjesshme, krahas me 5 bashki të tjera, ndërkohë që fillimisht edhe unë dëshiroj edhe do jap kontributin tim që fillimisht ne të kena një fushatë të qetë, edhe të paqët, edhe plot kulturë, ashtu sikur se Shkodra e meriton me pas, në një atmosferë pozitive, ku sigurisht ka një garë edhe një ballafaqim idesh, ofertash politike nga më të ndryshmet, sepse është edhe më e polarizuar se sa që ishte në 2021-shin, por dëshiroj që të prevaloj pozitivja edhe ofrimi i alternativave, ku pastaj çdo qytetare gjen vendin më afër me vlerat e veta, me ofertën që i përshtatet më shumë çdo personi, çdo familje, çfarë është më e mira për Shkodrën. Ne vim mas një situate ku po themi akulli i madh në Shkodër është thy, edhe është thy në mënyrë shumë domethënëse. Marr këtu parasysh rezultatin e zgjedhjeve lokale të vitit 2023, ku më në fund Shkodra vendosi me pa një anë tjetër që është të pamunit përpara, edhe të pamunit fillimisht të mirëqenies të familjes, të komunitetit, me pa që shkollat mu rikonstruktu sa më shpejt, që infrastruktura me kenë më e mirë, që banesat ku jetojnë t'jenë më cilësore, shërbimet publike t'jenë në nivelin që Shkodra meriton, edhe duhet me kenë. Dhe sigurisht që kjo vjen duke pas një bashkëpunim edhe një kërkesë të madhe llogariet edhe ndaj qeverisjes qendrore, por në krah tjetër duke shkuar me një kërkesë edhe në krah tjetër edhe një projekt serioz, ambicioz, të faktuar me numrat, mbështetur gjithmonë në arsye bindëse, pse Shkodra duhet me pas këtë që ka dhe shumë më shumë. Ndjeheni më e komfortuar, më e mbështetur pikërisht për këtë, po themi ndodhi të ndryshimit të pushtetit, apo për ju nuk ka rëndësi? Është e rëndësishme për ju ky fakt? Sigurisht që është e rëndësishme, është shumë i rëndësishëm, për faktin që ne na tregon tashmë diçka për qytetin. Na tregon faktin që Shkodra ka vendos mos me majt ma kryt mrapa, po ka vendos me pa përpara. Dhe ofertën me cilën vjen Partia Socialiste është oferta konkrete e punëve, e investimeve, larg ideologjisë. Do ta bisedojmë. Dona, a u habite, po bë një parantezë. Sigurisht që në partitokracinë tonë ne jemi demokraci. Shumë, po mendojmë t'jap mendimin tim. Shumë mendojmë që jemi demokraci hibride, por nuk jemi ne, vetëm demokraci hibride. Quhet edhe Italia gati, që është shumë më herë më e zhvilluar se jona. Por ne jemi një demokraci. Dhe partitokracia funksionon, kryetari funksionon gjitha. Në përgjithësi, kjo është zgjedhja jone e drejtimit politikës, edhe nganjëherë ankohemi kot, është opinioni im, sepse kështu është vendosur. Në momentin që të vendosim ndryshe, do të bisedojmë sërish ndryshe. Problemi që ndron, ti u surprizove, dije se si do ishe për shembull jashtë listet, jo me kuptimin jashtë listet, por nuk do ishe ke lista e mbrojtur, po themi lista asaj 4 e famshme, ose nuk e di që quhet e mbyllura, te ajo lista ku ka luftë, si më thënë jeni ju luftarakët, jeni marincat, si më thënë po themi e fushatës elektorale. E dije, parashikohesh kjo punë, vendoseshin në fillim,
momenti i fundit, mi sqaro pak sepse është interesante ta dim. Normalisht marrim me mend shumë gjëra, po është e mira që ta dim edhe nga ju. Unë po bëjellon një parantezë shumë të shkurt. Në 2021-shin, unë jam taku me kryeministrin 2 ditë para se sa të mbylleshin listat, pra të dorëzoheshin zyrtarisht në KQZ. E thanën në fjalë tjera, isha surpriza në momentit fundit për Shkodrën. Normal. Për të njëjtën arsye, jam personi i parë që ka përqafu formulën e vitit 2025. Sigurisht ka ndryshuar kodi zgjedhor, të cilin ne kemi votuar bashkarisht, pra bashkë me Partinë Demokratike në korrekt të vitit kaluar, dhe ndryshimi i kodit sjell rrjedhimisht edhe ndryshim në formulën se si krijohen listat. Nëse në listat e mbyllura, e thënë me fjalë popullore ose në pjesën e fiksuar të listës, ne do të venim kandidat të fortë, në kuptimin pra me peshë elektorale, njerëz të partisë, sigurisht që gara për personat e ri që hynë, pra që nuk janë domosdoshmërisht pjesë të strukturave, bëhet më e vështirë. Për mos thënë e pamundur. Kështu që patjetër që në listat e mbyllura, ky është vizion i kryetarit të Partisë Socialiste, i cili vazhdon, pra hapja ishte në 2021, hapja shumë më madhe po ndodhet në vitin 2025 me këtë zgjedhje. Pra është një mundësi për të afruar figura të reja, ndërkohë që pjesa, po themi më luftarake ose pjesa që ka një historik tashmë politik, lufton fillimisht për të mirën e përbashkët, por edhe për t'i dhënë këtyre njerëzve një shans. Unë e kam përqafuar para, për arsye se kjo isha unë në vitin 2021. Pra, po mos ishte ky mentalitet në drejtimin e Partisë Socialiste, asu nuk do t'isha këtu sot. Gati do t'i bëje vetes një lloj, ku diun, jo ne themi ndali me sy, po kjo është më i bë për sy për keq, pastaj. Se tregosh jo kaq, jo vetëm koherente me veten, po njëkohësisht i bën nesh asaj kush ishte e dona aty në kohëve. Pikërisht. Formula ndryshoi gjatë procesit, pra ndërkohë që bëheshin kalkulimet dhe rregulli për gratë që kishin të njëjtin, që kishin një mandat ose më shumë, u vuj njëjti rregull për gjithë Shqipërinë. Sigurisht që kjo është sfidë më e madhe, por ndihem edhe më e vlerësuar, sepse në fund të ditës besohet edhe një peshë politike tashmë. Ky 4 vjeçar që Partia Socialiste dhe kryeministri më ka besu duke më bë ministre, duke më bë drejtuese qarkut, antare kryesisë Partisë Socialiste, sigurisht që jam e para në radhën, po themi, të luftarakëve që tashmë është problem jo vetëm një besim të dhanë, por edhe vazhdojnë me të njëjtin mision për me hap më shumë Partinë Socialiste, për me dhanë më shumë akses të rive që kanë diçka për me dhanë në politikë. Shikoj Dona, ti sapo the që nuk të mora leje që të thrasë Dona. Patjetër, të lutem. Të kërkoj falur. Jo, të lutem. Por nga që po flitnim përpara për diçka që kishim teknike këtu, vazhdova. Të kërkoj të falur për këtë punë. Të lutem, vazhdoni saj. Ju sapo thatë të ri, po, edhe ti veti e re, mund të them tash që ti je sigurisht tash nuk je më e reja e dikurshme, po je një person partjak, plotësisht partjak, sigurisht me mendime të reja dhe do bisedoj pastaj edhe me startupet dhe shumë element tjerë që të bëjnë të ndryshme për sa i përket asaj pjese të partisë e cila merret thjesht me partinë. Por edhe ju jeni e re tash. Si është pritur edhe gjithë lista, po njëkohësisht edhe një rinovim ose një rikonceptim i listës. Çfarë bisedohet brenda jush, edhe kush është mendimi jot në fundit? Unë jam shumë pro kësaj liste. Për shembull, kryesuesen e listës, unë e njihja nga më përpara dhe mendoj që absolutisht ishte një domosdoshmëri, sepse duhet të vë këtë. E kishe njohur përpara se tani? Përpara, pikërisht në të njëjtat struktura të mentorimit në kuadër të bizneseve të reja, në kohën pra që Mariana kishte hapat e parë të sipërmarrjes saj, shumë të suksesshme sot, jo vetëm në vendin tonë, por edhe ndërkombëtarisht. Dua të theksoj që në fund të ditës, nëse nuk hapet partia në këtë formë dhe nëse nuk i jepen shanset, për shembull, po rritet kryesuesja e listës. Sot, qeveria shqiptare, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, ka certifikuar më shumë se sa 300 agroturizme. Drejt për drejt dhe indirekt, bashkë me fermat që marrin direkt ose indirekt, janë më shumë se sa 100.000 persona të përfshirë në këtë industri. Dhe patjetër që duhet të kenë një përfaqësues në parlament për të diskutuar jo vetëm TVSH-n, që është 6% krahasuar me 20% në sektor të tjerë, por edhe politika të tjera, sepse sot turizmi dhe bujqësia janë dy
dy industri të cilat gjithmonë më shumë bahen më të rëndësishme për shkak të numrave shumë të mëdhenj që ne kemi me turistat pra që presim nga jashtë, dhe patjetër që duhet ketë përfaqësinë e vet në parlament. Është vërtet, edhe jam i bindur për këtë, edhe sigurisht edhe pse unë jam thjesht moderatori, gazetari në këtë rast, si pajtohem, si mos pajtohem, çon si ka. Fakti është që është një guxim, por është i kuptueshëm edhe i mirë interpretueshëm duke ul poshtë listës, sidomos në publik. Në përgjithësi, njerëzit duan kontributin politik. Në politik, mos ta përmenim me 10 herë të famshme shprehje të Aristotelit që thotë njeriu është një kafshë politike. Praktikisht kështu jemi gjithë politik, por në pjesë të strukturës është një goditje. Është e pritshme, është e përballueshme, duhet të ndodhë që të kuptohet. Ti vetë si e ke kontaktet tuaja realisht me ndershmëri. Perceptohet mirë apo ka edhe në një qefmbetje? Listat janë plotësuese, që do të thotë nëse dikush nuk e gjen në vendin mbrenda listës mbyllur, janë 11 kandidat në listën e hapur. Për shembull, unë po marr njërin nga kandidatët që është edhe përfaqëson edhe një njësi administrative anën e Malit. Ai ka 30 vite në Partinë Socialiste, ndërkohë që kemi dy. Jo, është partjaka, është në rregull, shumë. Kemi dy të rinj, që pavarësisht se janë të dy të rinj në edhe më të rinj moshë se sa. Po, janë kontribuentë, është vërtet. Vinë nga, pra kanë rritë shtatin në Partinë Socialiste. Patjetër. Fjala ishte për Marianën, domethënë, fjala ishte për zonjën fjalë, zonjushën. Ideja është e konceptit, shiko ku duhet dalë. Absolutisht unë jam për rinjin edhe pro edhe asaj pjesës, megjithëse nuk mund të jem kurrë dakord me copat e caktuara. Gratë janë gra, e gjen veten aty ku duhet për me gjetë, por ky është mendimi im. Por koncepti i besimit që shikon, erdhi kjo na doli në krye të listës. Ekziston ky mendim apo duhet kapërcyer? Duhet luftuar që të kapërcehet, duhet luftuar që të kuptohet? Sigurisht që është një proces. Kështu keni qenë edhe ju, në këtë rast. Unë e jetoj këtë situatë, sepse kam qenë në të njëjtën pozitë në vitin 2021. Në krah tjetër, edhe partia sot, nëse pra rrimet e strukturat e rinisë, po edhe partia që në fund të ditës janë familjarë gjithë dhe tashmë mendojnë për fëmijët e tyre, këtë do donin që fëmijët e tyre të kishin një shans. Dhe ne shohim në subjektet e tjera politike, ku marr partinë kryesore të opozitës, këtë mundësi është zero. Nuk është as zero presje, është zero. Pra mundësinë që ti jesh njeri dhe të promovosh të vesh në krye të listës, kjo ndodh vetëm në një parti që dëshiron. Aty ndodh edhe medalë, jo zero, por medalë edhe 400 dhe pastaj s'me kanë. Ndodh edhe ky fenomen. Ndodh edhe 400 dhe prap zero. Por po themi për guximin e madh në këtë rast, në këtë lloj forme. Po guximi e ka shpërblyr gjithmonë Partinë Socialiste. Pra këtu është historia, një lloj guximi i tillë shpërblet, merret feedbacku. Patjetër që shpërblet, sepse partia vazhdon përshtatet shumë shpejt, është besnike ndaj ideologjisë, beson vizionin e kryeministit dhe vazhdon para. E konsideroni transformer këtë partisë apo përshtatje legjitime për kohën edhe njëkohësisht atë avancim që ka menduar edhe kryetari i partisë, po themi, po edhe vetë partia si strukturë. Për ju është më tepër transformim apo transformer ishte fjalë pak e përdorur rand, po ka herë edhe ne e bëjmë këtë punë. Apo është përshtatje me kohën, me situatën? Si të duket? Është të dyja. Apo janë të dyja? Janë të dyja. Patjetër që është transformuese, pra është revolucionare më shumë se sa evolucionare. Pra kjo nuk është një gjë që ndrohen një, pastaj mandatin tjetër, hajtë se po fusim edhe një, kjo do të ishte procesi normal, por me kryetarin tonë të partisë nuk ka gjana standarde dhe normale, sigurisht që do të sillte një formulë që i thyen gjitha rregullat standarde të lojës. Sigurisht që Partia Socialiste dhe asaj kohës i pranoi një person, po thuaj jashtë standardit, për të standardizuar mos në një pozicion tjetër. Kjo është e qartë. E kemi diskutuar ka herë. Po patjetër që është edhe nevojë e kohës, sepse në fund të ditës ekziston kjo lloj. Figura të reja me vazhdu me hy edhe me dhanë atë që kanë me dhanë, eksperiencën, ekspertizën e tyre, qoftë edhe pastaj edhe modelin ndryshe brenda strukturave të Partisë Socialiste. Kjo është pak e bezdishme, po ta bëj si pyetje, po gjithsesi ju mund të vazhdoni edhe të përgjigjeni në një objektiv tjetër. Nga 1 deri te 10 lista e juaj, çfarë note merr? 11.
Numër 6. Është listë komplet përfaqësuese, pra nuk mendoj që nuk ka një shtresë popullsie ose një target group, pra qoftë nga ana e bazës gjinore, qoftë nga ana e përfaqësive, mbulon qoftë nga ana e profesioneve. Kena një doktoresh, gjithashtu që jam shumë e kënaqur sepse sot sfidat e shtënjetit në përgjithësi duhet patjetër të adresohen me një për Casey. Për Holton. Holton. Edhe Casey patjetër, gjithashtu doktoresh janë të dyja doktoresha. Pardon. Por Casey përfaqëson gjithashtu edhe rinin, ndërkohë që doktoresha është për mua përfaqësuese e domosdoshme, patjetër, e respektoj shumë edhe si individ personalisht, po edhe atë që ajo përfaqëson, sepse ne sot me ndryshimin, pra me adresimin që na duke bërë qoftë për pagat, qoftë tashmë kemi në strukturën kryesore të shëndetësisë një bashkëpunim me Izraelin për të krijuar një model transformues edhe në ofrimin e shërbimit shëndetësor parsor për qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Kështu që mendoj që është përfaqësues e gjen vendin gjithkusht të paktën të njëri prej kandidatëve. Patjetër. Do keni luftë me njëri tjetrin? Brenda subjektit thua apo me njëri tjetrin brenda partive? Brenda partisë. Ekziston kjo lloj dileme? Shiko, të marrim disa lufte përmenda unë. Mund mos jetë luftë. Garë. Është garë. Po marrim tash bisedat në tavolinë, kafe dhe i bim. Shpeshherë pse muhabet kafesh është kjo. Po mirë, shumica e muhabeteve në kafe bëhen. Nganjëherë ka edhe biseda të mira në kafe e dona. Është pjesë e kulturës tonë. Është pjesë e kulturës tonë, ku ka shqiptarë që sulet kafe. Nëse sot po ndëgjoja, pa sot në kafe. Kisha 3 vet mbrapa, që do diskutonin politikë, do diskutonin. I dishin emrat më mirë se sa unë. Kthej që ti nxash kështu si njifja. Domethënë ishin njerëz zakonshëm. Unë dhe me kisha i pazakonti aty, listën nuk e dija. Filluni morën me rrallë, biografinë. Ingje për ingje. Mirë po, një farë mënyret, nuk është se nuk më pëlqeu kjo punë, sepse sigurisht çonte në tavolinën e kafes, çonte realitetin, nuk është se po deformonte, pastaj kushdo që ta interpretojë në mënyra me ngjyrat e tij, ky është moment tjetër. Por ajo që bani përshtypje ishte se këtu u shtru problemi. Ato do kenë, ishte një aty, shumë i shkatët. Do bëjnë garë me një tjetrin, do fikin një tjetrit, pa e di që do të ndodhi. Tash unë po ta marr atë tavolinën e tyre, po ta drejtoj ty. Do ketë një garë të tillë. Është nga një fije nga fija e disproporcionit nga lufta ke gara, apo mund zhvendoset dhe mund bëhet edhe luftë? Nuk e besoj, dhe këtu fillimisht po flas për të përgjithshmen, ne jena në një garë të jashtëzakonshme. Unë personalisht besoj që Partia Socialiste e ka të fituar mandatin e 4 e vetme qeverisë në shtator të vitit 2025. Për këtë e kam bindje absolute, ndërkohë që mendoj që sfida jonë është sfidë lokale. Pra, misioni që ne kena, tash si kandidat të përfshirë, por edhe si Parti Socialiste, është që ne të bëjmë surprizën e Shkodrës. Në një formë për të vazhdu me mandate? Me mandate patjetër surprizë. Pra mbi 5 është surpriza. Surprizi thu 6. 6 e lartë është surprizë. Pra 5 i këtë sigurta. Po. Në arsyetimin dhe në kalkulimet që bëjmë pra deri tani, ne po punojmë për surprizën. Atëherë kafen ta kam unë masit marrën zgjedhjet. Me shumë kënaqësi. Si të fitosh, si mos të fitosh. Sepse ti se di se si kemi vu bastin. Në 2 rastet. Pra, ideja ishte, surpriza është 6. 5 është mbështetje e plotë dhe e quajnë normale. E quajnë normale dhe ju a shpjegoj edhe pse. Partia Socialiste, ndryshe prap nga të gjitha subjektet e tjera politike, punon çdo ditë. Që do të thotë janë strukturat në punë. Çdo ditë. Pra, ka marru fushata në vitin 2021, ne kemi fillu me njëherë. Post analizën dhe jo analizë, po mlidhemi, bëjmë një... Nga kafet e lokaleve thonë nuk ka Parti Socialiste, se ekziston. Kjo nuk... Apo s'ka lidhje, këtë është tamam bisedë kafes, e? Kjo tash është bisedë kafe, sepse ne kemi struktura të mirëfillta dhe kemi infrastrukturë në shërbim të njerëzve, që na ndihmon me kanë gjatë gjithë kohës të përditësuar ku jemi. Marroj zgjedhjet e vitit 2021,
filluam 2022-shit, vazhduam 2023-shit, filloi procesi i rienergjizimit, filloi diaspora, tani fillon pjesa e bashkëpunimit me elektoratin këtu, që do thotë në 4 vite Partia Socialiste nuk pushon një ditë. Qartë. Dhe kjo punë, patjetër që vjen mandaj në është të kvantifikuar në rezultate. Elektoratin e huaj, ose po themi diasporën për Shkodrën e ke testuar në kjo? Po, unë isha angazhuar gjithashtu në procesin e diasporës, u ngarkova në Itali dhe jam shumë e surprizuar, më thënë të drejtën, sepse kisha pritshmëri më të ulta dhe jam edhe emocionuar dhe prek thellësisht tek takimet që kena bërë jashtë, sepse atje ne gjejmë një kontingjent i cili e njeh realitetin këtu, nga herë edhe më mirë se ne. Rrin të lidhur. Patjetër ato vinë vizitojnë, por nëse ne e marrim shpesh për atë të mirë qenë, pra ushtru rruga, të nesërmen ankohena pse nuk është krahasit pema, ndërkohë që ato duke ardhur 3-4 herë në vit, e shohin kohë pas kohë zhvillimin dhe flasin ato për çfarë shohin dhe çfarë kanë parë, pra që se kanë pranë Italia, ka më shumë se 20 vite, mund të ketë edhe ndërto njerëz që kanë ikë prej 30 vitesh kanë emigruar jashtë dhe shohin evolucionin që ka pas Shqipëria. Kanë të njëjtën ëndër siç e kena edhe ne këtu, mu bashku një orë më parë në familjen e madhe europiane, dhe sigurisht që shohin që vetmja mundësi që kjo të ndodhi është në Partinë Socialiste. Do të flasim për programin. Sigurisht në niveli i lartë i bisedës ke programi i Partisë Socialiste është Edi Rama, dhe atë një gjojmë për ditë, është ai që kush i del para Edi Ramës në këtë mes. Është e kohët që të diskutojmë atëve, por secili ka edhe në lidhje me habitatin ose atë pjesë ku do të dali, dhe secili më thënë mbron edhe interesat, edhe po themi të një shumicë e njerëzish brenda për brenda dhe larg edhe diçka edhe më larg këtij. Shiko, Edona, në programin e Partisë Demokratike, dhe aty ai program dëgjohet nga Sali Berisha, nga kush tjetër mund të dëgjohet, kemi që pensionet kaq, rrogat kaq, kjo kaq ajo aq, këtë ta bëj këtë, këtë e ulim, ato ta çojmë, janë premtime që ata janë ëndra në bezë. Nëse, po premtimet janë, jam dakord, bile nga një herë, unë them, pse tha 1200, qa pa gjenë këtë me tha 2200, 1400, ma, jepi, se s'është një problem. Ideja është e tillë. Në anën tjetër, du të ballafaqoj, është e drejta atyre të thonë, e drejta e zotit Berisha të thonë, si të doja ai. Po në anën tjetër, është duke u dhënë një diçka dhe këtu do nalemi bashkë. Ne Edona ti ke qenë shumë e vogël, ose nuk e di se sa e vogël ke qenë, po s'ke qenë e vogël fare. Në 90-ën kishëm një parollë të famshme. Duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Ajo ishte ëndër. Po. Tani jemi në momentin e realizimit të ëndrës. Jemi sorollat 35 vjet. Me ëndër, me tranzicion që unë i kam thënë gati post-komunizëm gati. Sepse kam ca idera se çfarë është tranzicioni. Por, në këtë rast, ideja është e tillë. Në një anë jepet përfundimi i ëndrës, kapja e ëndrës, në anën tjetër premtimet e zakonshme. Këtu do bazoni apo ka dhe një sekret tjetër Partia Socialiste. Kjo është e vetmja përballje midis realitetit të futjes në Evropë dhe sigurisht problemeve që nxjerr si premtim, apo ka dhe një sekret tjetër që njerëzit do të besojnë. Se për një moment, Edona po të them, ka leverdita ketë pensionin, megjithëse 200, po 200 janë nga 190, 200 pensioni nuk është se po ka një ndryshim të madh. Ideja është që do joshet nga paraja, do joshet nga premtimet e tilla, apo nga ëndra sërish. Unë mendoj që fillimisht pra në kuadër ideologjie, ajo që ne premtojmë konfirmohet nga çdo zyrtar i Bashkimit Evropian. Sigurisht, kjo është e qartë. Absolutisht. Dhe sado që të mundohen subjektet e tjera, dielli nuk mulohet me shosh. Nuk është se do ta kundërshtojnë kaq shumë sepse thotë Evropa. Është qartë, ne kena procesin, ne mbyllim negociatat në vitin 2027. Mbyllim gjithë pra diskutimet për gjithë grup kapitujt, ndërkohë që nga 2027 deri në vitin 2030, pastaj është çështje logjistike kur bashkohen gjithë vendet për me kryer këtë proces.
Ndërkohë, po të shohim tash kush din pak edhe, se unë jam ekonomiste në profesion edhe aty kam tendencën me shku nga profesioni. Ku e la qeveria paraardhëse Shqipërinë në vitin 2013. Vitin 2013 ne kemi shpëtuar, po nuk kemi shpëtuar nga fati, as nga Zoti. Kemi shpëtuar nga një mirë menaxhim i momentit fundit, sepse dua të përmend vetëm dy element. Arkën e shtetit. Pra ku i kishte lënë Partia Demokratike, rrezikoheshin pagat e punojësve të administratës publike, ndërkohë që gjitha punët, këtë tezën që ndëgjoj shpesh që Berisha shtrote rrugë, ndërkohë që ju keni infrastruktura, ju keni kullat, keni projektet moderne etj. Bani infrastrukturën, po çoj gati gjithë industrinë e ndërtimit në faliment, sepse ndërtonin dhe nuk merrnin parat që kishin fituar me tendera publik. Këto dy element i bën vetëm një individ dhe një forcë politike e papërgjegjshme, sepse në fund të ditës vërtet parat janë të shtetit, por janë të gjithë taksapaguesve dhe detyrimi për me mirë menaxhu fondet publike dhe me majtë një stabilitet makroekonomik është aja e përgjegjshmërisë politike, jo e subjektit politik, po e çdo kryeministrit të majtë djathtë që vjen pushtet. Ndërkohë, unë jam krenare për projektin dhe atë platformë që ka prezantuar Partia Socialiste në vitin 2021. Pjesën time të programit, dhe këtu po nalem vetëm te pjesa që unë kam ekspertizë, që është fusha e biznesit dhe të inovacionit, ne kishim premtuar 10 milion euro për bizneset inovative. Këtu edhe hyra në lojë unë me detyrën e Ministrit të Shtetit për sipërmarrjen, sepse ai premtim elektoral ishte shkruar në një rresht që është e publikuar edhe sot e kësaj dite në faqen e kryeministrisë dhe të gjithë ministrave, programi elektoral i Partisë Socialiste të vitit 2021, i cili u realizua sot që flasim plotësisht. U krijua një ligj i dedikuar për startupet, modestisht ligji më i mirë që ka Europa, sepse është bërë me ekspertizën e Bashkimit Evropian. Dhe që keni drejtuar ju këtë punë. Po. U bë shumë shpejt, ne kemi finalizuar procesin për 4 muaj. Nuk bëhet një ligj i mirë për 4 muaj, po unë vija nga më shumë se 1 dekadë eksperiencë në startupet. E kisha shumë të qartë çfarë duhej bërë. Plus me ekspertizën e BE-s dhe të Gizit, ne arritëm shpejt me finalizu jo vetëm ligjin, por dhe aktet në ligjore, dhe të krijonim një agjenci të dedikuar për startupet, e cila është sot komplet funksionale, e cila disburson fonde për sipërmarrjet inovative, krah tjetër edhe për ato që ne njohim si lehtësues, thënë ndryshe institucionet publike, siç janë universitetet, bashkitë e kështu me radhë. Është një premtim i cili është i majtur 100%. Ndoshta shumë pak njerëz e kanë lexuar programin dhe kanë hyrë në rreshta, por jam shumë krenare sot që aderoj në një forcë politike që atë që thot e bën. Ashtu sikurse në programin i cili po finalizohet këto ditë, pra programin e detajuar, sepse ai është vizioni. Në vitin 2 ne ecim dhe kryefjala e fushatës është integrimi dhe bashkëpunimi me qytetarët për ta çuar Shqipërinë shumë shpejt drejt Bashkimit Evropian. Ajo është kryefjala. Ai është bazamenti, aty është mbi atë kolon, pastaj ndërtohen degëzime të tjera. Unë po ndaloj edhe këtu për atë çfarë po zbuloj disa detaje, pra çfarë do të ketë programi i ri i Partisë Socialiste, po në fushat që unë kam informacion më gjatë dhe është fushë ekspertize, po përgatitet patjetër vazhdimi i mbështetjes për sipërmarrjet inovative, por edhe për një sektor i cili edhe për shkak të kursit euros, por edhe për shkak të rritjes së aftësive teknike të shqiptarëve. Rrjedhimisht e bën këtë sektor, flas për sektorin e regjimit për punimin aktiv, e njohur ndryshe si fason në gjuhën popullore. Ne bëm një paketën e garancisë sovrane mandatin e kaluar, bashkëpunim me shoqatën kryesore. Pra është vetë sipërmarrja që është duke dhënë inputin e vet. Dhe kjo është ai termi që ne përdorim bashkëqeverisje, për cilin kemi edhe një platformë. Kjo është, pra çfarë do sipërmarrja? Gati ngjan një Confindustrie, ai shoqata e fasonëve. Të cilët mbledhin inputin ku konsiston ndihma e qeverisë në këtë rast. Ato janë duke dizenjuar kërkesën vet, që do të thotë janë duke bërë një analizë e cila po bëhet në bashkëpunim me ministren aktuale të shtetit për sipërmarrjen, mbledhin gjithë nevojat dhe po krijojmë një ofertë për 5 vitet e ardhshme. Sigurisht që oferta nuk mundet me kanë më oksigjen e quajmë në gjuhën popullore, pra nuk mund të subvencionohet më kjo lloj industrie, por do të subvencionohet inovacioni, transformimi. Sepse ne nuk jemi më Shqipëria e para 20 viteve që ishim konkurrues me forcë lirë punëtore, ne tani kemi kaluar, kemi superuar këtë fazë. Prandaj edhe markat kryesore të veshjeve që ne krenoheshim dikur që ja prodhohet kjo markë
markat edhe të luksit prodhohen në Shqipëri, sot kanë ikur drejt Kinës, drejt Indisë, drejt Bangladeshit, dhe ky është një lajm i mirë për Shqipërinë, sepse ne gjithmonë më shumë po rrisim standardin. Ashtu sikurse edhe vetë kompanitë janë të ndërgjegjshme, që duhet kalojnë drejt ciklit mbyllur, pra duhet edhe më shumë operacione të kryejnë këtu për të rritur vlerën e produktit në tregë. Po përgatisim gjithashtu një ofertë shumë mirë për komplet bujqësinë. Edhe një iniciativë për cilën jam shumë e lumtur që u bë, isha plotësisht në të njëjtin gjatësi vale dhe mendim me kolegun Braçe, për rishikimin e një gabimi, sepse një parti politike e përgjegjshme shikon edhe çfarë nuk ka funksionuar. Edhe merr e pranon dhe e korrigjon. Për mendimin tim ky ishte rasti. Zoti Braçe është i njohur për këtë punë. Patjetër, edhe e bën absolutisht përfaqëson atë target group në mënyrën më dinjitoze të mundshme, e bën edhe me shumë pasion dhe dëshirë. Në seancën e fundit ne e votuam këtë ndryshim, pra e kthyme skemën në një normalitet. Në mënyrë që ne ta kena sektorin më konkurrues, po ta kena që tek fermeri në fshat, jo vetëm tek përpunuesi, që ai që e bën mundin më të madh, ta marrin përfitimin më të madh. Dhe sigurisht që mundin më të madh edhe fizik, sot e kanë pjesa që marrin direkt me bujqësi dhe me blegtori. Mirë, Dona, dakord që ne nuk mund të kemi një emision i cili sqaron gjithë pjesët ekonomike, thjesht përgjigje duke i ra prap një farë mënyrë e pyetjes time të fillimit është përgjigje politike tash. Isha shumë i kënaqur për përgjigjen teknike që më kështu funksionon. Unë jam njëri teknik që i bashkon Partisë Socialiste. Por desha që të marrë edhe një përgjigje politike. Në atë shtresë popullsie që duhet besojnë, ose që duhet lëvizi, ose që duhet marrë vendim një ditë të caktuar edhe që është data 11, do të luaj më tepër pesh premtimi i parave apo premtimi i vizionit. Kjo është pyetja ime, politike, kurse sqarimi për këtë punë do bisedojmë për diçka tjetër tash. Teknike patjetër që unë jam shumë i kënaqur. Si do të sillet? Sepse ka dhe njerëz që sigurisht e dona. Ti thua shtetit do kesh këtë rrogë, patjetër pse mos ta votojnë. Kush mund të jetë pengesa që mos ta votojnë kur ti i thua unë t'jap 1200, 1500, 2000. Po, kena një parti që premton, kemi ndërkohë dhe partinë që është në pushtet që realizoj. Dhe këtu flas fillimisht për rritjen e pagave në mënyrë domethënëse. Fillimisht për sektorin e shëndetësisë dhe më vonë për gjithë administratën publike, që erdhi paralel edhe me sektorin privat, i cili për të qenë tashmë konkurrues me sektorin detyruar me rrit standardin dhe me rrit pagat. E flas këtu konkretisht me shifra, sot një punonjës administrate merr mesatarisht 900 deri 1 milion lekë vjetra, ndërkohë që një punonjës në sektorin e IT-s, po në sektor publik, merr gati 2 milion lekë. Sot kjo është një realitet që është i prekshëm për qindra mijëra të rinj që punojnë në administratë. Dhe ky është një realitet që ato e kanë jetuar pa qenë në fushat elektorale. Vizioni i Partisë Socialiste është shumë i qartë. Ne vazhdojmë, ndërtojmë një hap të qëndrueshëm, ndërkohë që hapim vende të reja pune, të cilat janë gjithmonë më shumë me paga konkurruese, dhe vrapojmë me një ritëm që asnjë parti tjetër nuk e bën, drejt deadline-it ton, që është 2030, për me integru Shqipërinë në mënyrë të barabartë, jo ma paterice shtesë dhe ato vendet që shifen, dikur thonim ishim kategoria vendet e botës drejt, pastaj kalum vendet në zhvillim, sot jemi të barabartë, mes barabartëve. Jemi një kam në Evropë, kështu që nuk mund të konsiderohesh kaq. Po kjo ka ardhur me një nivel shumë të lartë të përfaqësimit, sepse nëse ka një gjë që asnjë i majt, po definitivisht asnjë djath nuk ja mohon kryeministrit aktual, është që në arenën ndërkombëtare ajo ka çuar nivelin e përfaqësimit diplomatik të Shqipërisë në një standard që ne nuk e kena pas asnjëherë. Nuk ka ndodhur që ne të kishim kryeministra apo të organizonin samite kaq të rëndësishme në vendin tonë dhe të bëhemi i vetmi vend që në fund ditës nuk është një dhimbje krejt për Bashkimin Evropian, sepse nado që rrotullohemi, kemi vende që janë on konflikt ose të brishta pra që kanë tendencën për me shku në atë drejtim. Mendoj që në fund ditës të gjithë duan stabilitetin. Propaganda në krau tjetër është sigurisht formës tillë, që në thanë. Ky vend është korrupsion, ky vend është mafia, ky është krimi, këtu njerëzit ikin, rinia ikën, kamet vetëm pleq.
Herë kur thonë vetëm pleqte, kanë garantuar fitoren e Partisë Socialiste, sepse pastaj vete thonë ata votojnë socialistat, por nëse janë disa element tillë. Sigurisht zhargon politike dhe sigurisht që po thuaj çdo opozit, po një farë argumenti duhet. Ajo përballë jush, ajo përgjigje e jotja, dhe përgjigje e një treje, jo po themi ati leadershipit, mos stimen nuk para ka shumë atje, por më poshtë, se sa unë e di se kush është, po e një treje, por me të vërtet, rinia nga ky vend, nga Partia Socialiste, nga Edi Rama dhe nga pushteti i mafjes edhe i krimit, për këtë ikin shqiptarët, si përgjigjet e dona kësaj? Nuk mendoj që ik as nga mafja, as nga krimi, ndërkohë që po, unë e pranoj që ka një lëvizje demografike të rinjve, ashtu sikur se ka nga gjithë Ballkani, se nuk është se jo vetëm nga Ballkani, nga Italia. Jo vetëm nga Ballkani, këtë duhet të sjella dhon rastin edhe të Italisë, por edhe të vendeve të Ballkanit perëndimor, të cilët janë gjithashtu gjithkohës në lëvizje nga Kosova sot. Nga Kosova po unë po them vendet të Bashkimit Evropian, sepse flasim që lëvizin italianët, edhe që lëvizin gjermanët. E me radhë, pra është... Sigurisht, Norvegji do marri 4.000 euro, Eksakt, ato sot bota është bërë pa kufin, pra kanë rënë kufit në kuptimin jo juridik të fjalës, por është shumë më e kollajt edhe falë teknologjisë, falë edhe mundësive që na ofrohen sot për sot edhe për të punu, por edhe për të lëviz lirisht, për me kërku edhe me pas gjithmonë tendencën për një ofertë më të mirë për veten edhe për familjen. Ka një frym psikologjikisht të dëmshme për mbi largimin sipas te Dona? Unë mendoj që kjo është më shumë... A ka në frym dembelizmi, frym për mos me punu tokën tane, frym për mos me i bë shërbim, për me lanë pleqt vetëm, edhe pastaj me i kthy shpinën edhe mësane kur kujtohen mund vinë në një përvarrim. Ka një frym të tillë, sidomos ke pjesë e rinisë, ndjen këtë ti? Apo po i kritik pak më tepër se duhet? Pjesën e parë nuk jam plotësisht dakord se as kërkush nuk do me ja kthy shpinën nënës së babës vet. Unë këtë praktikisht janë kanë kthy, sepse vetëm pleqt janë brenda. Mu më duket sikur edhe ato që janë apo kanë hall kaq të madh sa atëherë si ka mundësi që të bashkohet halli me këtë kthim shpine? Nuk e di. Nuk e quaj dot unë kthim shpine, mendoj që e para çdo prind dën më të mirën për fëmijën e vet, dhe në momentin që është shef pra. Nuk ka prind që thotë mëse nalu, thotë ik. Edhe një prind që sot fëmia i merr fëmia. Pra një person që mund të jetë 25-30 vjeç, po fëmia në kuptimin e absolutisht. Prindi për fëmijën. Normal. Në momentin që edhe këtu merr 1,5 milion lek, por ka mundësinë me marr 4-5.000 euro dhe dëshiron fëmia vet, sigurisht nuk mendoj që ka prind që e ndalon ose ja pret këtë doktorat sot në Gjermani i marrin. Ajo çfarë duhet theksuar është që nuk i marrin në Frankfurt dhe në Berlin, por i marrin ndërkohë që këtu janë spitalet kryesore, janë në një punë shumë herë më të rehatshme. Dhe këtë ky është një bisedë teknike, unë po kthehem tek e përgjithshmja, mendoj që në fund të ditës nuk ka një frym për t'u largu domosdoshmërisht, mendoj që është thjesht propaganda që duke e dëgjuar shpesh, duket sikur ka diçka të vërtetë. Dhe vizioni i asaj pasaportës, prandaj them, vlen edhe vizioni i asaj pasaportës, vlen edhe vizioni i Evropës. Sigurisht. Ne po punojmë që ne t'jena të kushte, mund të ketë një paknejsi, po vlen ai vizion, domethënë ëndra duhet njek deri në fund mrapa, sepse sigurisht për atë edhe njerëzit mund të sakrifikojnë. Ngaherë duket e Dona sikur sakrifikon për lekun më tepër. Në të vërtetë njerëzit e diku e bëjnë gabimin ose mirësinë e tyre më të madhe kur ndjekin ëndrrën. Ja ky është problemi më i madh. Sot Partia Socialiste sipas meje dhe Edi Rama i afrojnë ëndrrën. Të gjitha rregullohen, por ama ëndrrën duhet ta ndjekim deri në fund. Dhe ky besoj është edhe vizion kësaj radhe, nuk e di se si mund të jetë, nuk du me maj qëndrim, po për mua mbetet fitimtar, sepse sigurisht ëndra është gjë e madhe për një kom, për një shtet, për një shoqëri në përgjithësi. Çfarë fajit ke e Dona ti për 50 euro atë kartonin jeshil? Keni një faj për këtë punë? Po, kam një faj shumë madh. Para 2 vitesh e gjysëm, kur kryeministër në Malzi ishte Dritan Abazović. Edhe për shkak të sigurisht të origjinës së tij, por edhe për shkak të lidhjes shumë të madhe që Shkodra ka me Malin e Zi, dhe këtu dua ta sqaroj pse e kam bërë dhe pse kam insistuar kaq fort.
nuk lidhet vetëm me marrëdhëniet tregtare, pra nuk është vetëm për punonjësit që dalin me punu në Maltëzi ose kur shka shkëmbim mallrash, por edhe për marrëdhënien sociale. Unë vetë kam edhe për padrejtësi të madhe, se ishte edhe padrejtësi e madhe, të themi të drejtën. Kur ti nuk i siguron dot shtetasve tuaj një dalje, gati me legët, sa paguajnë ata Edona? Ato paguajnë ka një formulë tjetër. Malezi ka Shqipërinë bashkë me vendet të tjera. Dhe nuk është se ato nuk paguajnë kur hyjnë në Shqipëri, thjesht është një lloj tjetër pakete. Ne tentuam, dhe kur them ne, është unë kërkoja kryeministri ka pas një dedikim të jashtëzakonshëm, edhe ma kanë kritikuar këtë dhe më duket absurde, sepse unë e përmendej gjithmonë që pa mbështetjen e tij nuk do të ishte bë, e theksoj edhe këtu, nuk do të ishte bë. Nëse ti ishe ajo me fjalë popullore grisja, domethënë ti nuk do bëje si gjikall. Në mënyrë të vazhdueshme, sepse ke bën mirë Edona, ke bën shumë mirë. Gjet me një formë tjetër pastaj, pra mas 2 vitesh përpjekje, gjet me një formë tjetër për me kriju një policë të re, duke lanë ekzistuesen, pra ajo 15 euro Shqipëri vazhdon, ndërkohë që kjo është e dedikuar për kush ka të paktën më shumë se 3 kalime në vit, i shërben eksaktësisht kjo. Ka marrë shumë urime për këtë lëvizje dhe insistim, është e vetmja gjë në fakt nga lobimet e mia te kryeministri që kanë bërë publike, por mendoj që ishte totalisht e domosdoshme, ka dhënë një lloj frymëmarrje. E shoh ke vetën, ne shpeshherë dalim aty. Edhe qoftë edhe pimi kafe, qoftë edhe për të shku në Ulqinë, t'i varë dhe manaj. Por elementi i shkëlqyer, sepse sigurisht edhe na lidh me pjesën andej edhe sigurisht kushton më pak, Edona? Patjetër, se në fund të ditës hesa përshtaj. Po patjetër. Edona Shkodrën, Shkodra Edona, praktikisht është e lidhja e pandashme, e pazgjidhshme. Unë të vere edhe për ato rubrika që dalin edhe për informacion. Ti e shkodrane. Edhe gjuhën, sigurisht ke një standard, përdor standardi, po një gjohet e shkodranë, që edhe është element shumë i mirë, shkëlqyer. Standardja shkodrane, i thonë kësaj. I them unë jam i lindur në Tiranë, mundem të flas në një, si them, jo në Tiranë, por në një standard normal, po themi, po gjithsesi e nxjerrë shkodranë. Kjo lidhje është e domosdoshme për ty? Apo bën edhe pak të lidhje? Ti je në Tiranë për shembull dhe s'ke nevojë fare për të. Kthen kokën mrapa, e ke domosdoshme këtë gjë? Kjo është arsyeja e vetme pse unë jam bashku Edi Rams edhe Partisë Socialiste. Edhe kur isha unë kam ik në Tiranë, ndërkohë që kam vazhdu pra universitetin e Metutja Amajnën, ndërkohë që për gjuhën për shembull është shumë gallat, sepse do ta them me humor këtë. Në Tiranë është shqyqar gjuhët trash flet kjo, për shkodranëshe. Kur visha këtu, e ke ndryshu dialektin, e ke bë tiranëse. Pra, kur jeton midis 2 qyteteve, je një kam kënej, një kam anaj. Por pushimet në Velipoj, për shembull, nuk i kam lanë kur, 35 vera atje, edhe në mënyrë me një insistim të jashtëzakonshëm gjithë familjes, por edhe të temin në veçanti për me i bë pushimet atje, pushoj çdo verë në Velipoj, edhe këtë trekëndshi Tiranë, Shkodër, Velipoj, më vonë u bë 4 këndsh, se shtova edhe vjerën u bë 4 këndsh. Ama nuk ishte kur e plot. Unë kam pas edhe fatin që kam pas mentor shumë mirë, edhe në biznes, edhe në pjesën akademike, fillova të jap mësim kur isha 20 vjeçën, Fakultet të Ekonomisë Universiteti i Tiranës, kam qenë administratore dhe bashkëthemeluese e një kompanie për 7 vite, dhe kur vjen puna, të Shkodra kisha mendën. Të Shkodra kisha mendën, mendoj që është pjesë, nuk mendoj që e kam veçuar, mendoj që e ka çdo shkodran që i prihet pak marr dhe në krah tjetër mendoj që është pjesë e identitetit. Kjo është arsyeja pse vendosa me lanat rrugtim për me vazhdu mu vunë në shërbim të këtij qyteti që e kam thënë 2021-shin, tash jam shumë më e çliruar, sepse projektet kryesore të infrastrukturës që unë kërkoja sot janë on kantier ose janë të tenderuara, unë vazhdoj ndjeku në mënyrë shumë insistuese. Por janë vu tashmë gjanat për vi. Edhe jam shumë në pozitë edhe vetë më komode
për kërkesat që kena në vijim për Shkodrën, sepse tash duhet vetëm e majtë ritmin edhe më kujdes që nuk hupim asnjë ditë kohë. Edona, ato 5 pikat të ti lem të fundit, por unë po të bëj një parantezë të vogël. Sigurisht nuk mund ta shmang opinionistin tim, zakoni jemi gazetarit. Nuk e di, a e din mirë që unë jam kritik i madh për tentativën për 33-34 vite të provincializmit të daljes në mënyrë absurde të Shkodrës në periferi të zhvillimit ekonomik, bile edhe kulturor edhe sportiv. Sigurisht e nisëm biseden me një ndryshim të madh epokal për Shkodrën, se vetëm ajo kishte me të pandryshuar dhe që është Bashkia e Shkodrës edhe Benet Beci në krye të bashkisë. Dhe sigurisht, Edona, ky ndryshim nuk ndodhi vetëm nga socialistët, po ndodhi nga një shoqëri e cila kishte vendosur të ndryshonte. Pastaj, kundërshtarët politik thonë mafia, krimi, këto janë biseda që sigurisht është zhargon. Vota, plus. Pra, është një moment i cili nuk kam se ta ruaj unë, nuk kam se të maj inertin këtë gjatë, sepse gjithë e dinë se çka kam thënë. Jo kam thënë sy dhe do t'ja them vazhdimisht. Atyre që me të vërtet ekstradojnë veten nga mendimi normal i njerëzve. Mi po pyetja për ty është kjo. Ishte rreziku Shkodra dhe gjithë projektet që janë sot, edhe bashkia, projektet e mëdha që ka fillimi realizimi tyre që ka Edi Rama kryesisht. Për ty, janë që ju bën tani, apo me të vërtet ju socialistat keni pengu demokratët që kishin 54 projekte dhe ju nuk i jepshit para? Që ke dalë në këtë temë, që të ke mundësin të bëj edhe një sqarim që është prap teknik, po që në fund të ditës i shërben vazhdo teknikën ti, s'ka gale. E nda mendjen që ti, unë do pyes, ti do përgjigjesh ati ku di ti dhe si di ti. Institucionet funksionojnë me procedura. Nuk është më 97 që vinin shoqatat dhe thonë për shembull, shoqatat e bamirësisë sot kërkojnë projekte, thonë, u hap thirrja, aplikoni deri në këtë datë. Nuk aplikove, nuk shërtohet hiç aplikimi. Dikur vinin me lek kesh, pra jepnin ku ka 5 familje nevojë jepnin. Kështu ka qenë edhe qeveria në atë kohë. Qeveria e kësaj kohe, nuk flas vetëm për Partisë Socialiste, po e vitit 2025, ka procedura dhe ka standarde. Mu më ka qëllu fatkeqësisht me pa projektet që ka dorëzuar Shkodra në vite. Edhe kam vetëm një fjalë, këtu të ndoshta po dal pak nga etika, është me të ardhmarrë. Fillimisht ka një standard, pra u hap një thirrje për rekonstruksionin e X pra në arsim, sigurisht që duhet të shoqërohet me një projekt serioz. Nuk mundesh vetëm me çu krahët e shpallta gjithmonë me thonë, jo po unë s'kam kapacitete kush me shkruaj projektet, jo po unë s'kam një inxhinier me mbar projektet, jo po unë s'kam, nuk ke kërgjë. Pra ti ke këtë që thot Partia Demokratike, kam dorëzuar kaq projekte, janë në fakt fleta letrash ose 2 fletëshe maksimumi dhe kaq. Ndërkohë që ka një procedurë, ka një standard, të cilin për shkak të backgroundit që ka kryetari jon aktual i bashkisë, e ka favorizuar shumë procesin. Pra duke ardhur vetëm nga 2 po thona elementet edhe po ta gjesh një njeri të dytë, po ta kërkosh në ta gjesh me qiri, nuk e gjen një me backgroundin e kryetarit ton aktual bashkisë për nevojat që ka sot Shkodra. Infrastrukturë, energjetik, pra 2 sektoret kryesore. Kjo ka përshpejtu shumë procesin. Dhe në momentin që 2 palët, qeverisje qendrore, qeverisje lokale, kuptohen, pra flasin të njëjtën gjuhë, sepse në fund të ditës qeverisja qendrore e ka për detyrë me i dhanë fonde në mënyrë krejt barabartë, që janë qytetarët e Republikës Shqipërisë edhe shkodranët demokratë të ndjeshëm. Po nuk është kjo arsyeja. Nuk janë pengu investimet se ishte Shkodra lokale e djathtë. Janë pengu sepse nuk ka pas një standard serioz. Nuk ka pas njerëz që kanë shku mrapa me trokit dyrve dhe me thanë e psolla projektin sipas gjitha standardeve, tani ku jena, e kështu me radhë. Atë kujtohet që kemi bërë një bisedë, një fushatë elektorale bashkë dhe më thoshën në 12 natës, si duket ishte biseda, ishte ditë elektorale. Se që për stacionin e terminalin e autobusave. Kujtohet që më këtë tanë, mund të kesh bërë shumë intervista dhe mund mos kujtohet, po më shpjegoje që shiko, po vënohet. Nuk do që të realizohet, nuk
nuk duan, nuk na pengojnë, kupton janë. Shiko, unë nuk do të bëj retorikë politike, sepse sigurisht ajo ke unë bëhat ke opinionet e mia, ajo në bisedën që kemi me ty. Por ka një diçka që nuk e shmang dot. Problemi është se asaj akuze e cila thotë që këto komunistat nuk e duan Shkodrën, si më thanë, ata e duan Shkodrën e pazhvilluar, Unë kam dëgjuar sot për shembull disa shprehje të tilla, çiko, rrugën që po bëjnë, është projekti jon, janë duke e bë këto. Kjo rruga që bëhet aty e jona është, por kanë bë këta. Nuk na jepshin paret ne, tash po e bëjnë vetë. Praktikisht, domethënë, ju komunistat tash po e jepni paret vetit apo po ja ndërtoni Shkodrës. Ideja është e tillë, Edona. Kjo është përpjekje, është vulgaritet politik apo ishte formë qeverisje e cila nuk mund t'i bësh, s'mund t'i bësh asgjë kur është i bindur në këtë lloj mënyre, çfarë mund t'i bësh këtë forme? Edhe çfarë mund bëni ju që kjo lloj forme, ky lloj mendimi t'ju iki dhe atyre që e kanë marrë, dhe atyre që e ndërtojnë. Si mund të largohet kjo lloj forme e një pabesueshmërie të tillë ose një përplasje të tillë absurde? Në fillim, pra para se sa të hyja në politikë, unë kisha dyshimet e mia për pjesën që pse secin investimet të caktuara konkrete në Shkodër. Ashtu sikurse tesh, pra që jam më në mendësi, e kam bindjen absolute që kjo ka një strategji politike. Sepse kur je në opozit dhe marrën vetëm kartën që qeveria nena diskriminon, pra nxit automatikisht një lloj urrëtie ose një lloj distancimi me partinë që është në pushtet, në momentin që lunë vetëm këtë kartë, sepse pora kjo kartë Partisë Demokratike nuk i mbetej asgjë më. Po të ishte bashkëpunuese, investimet do bëheshin, do bite edhe teza që qeveria nuk bashkëpunon. Marrim rastin konkret tani që është me qeverisjen aktuale edhe lokale. Hyrja Shkodrës varej komplet nga bashkia, sepse pra procesin në cilin kalon, komplet përdhënien për shpronësimet, ajo kalon me VKM, po të gjithë dokumentacionin e bën bashkia. E njëjta histori për rrugën e Shnjin Velipojës. Maroj Lezhë, ishte Shkodra me ritëm shumë më të avashtë, po gjitha këto janë kohra, janë afate, dhe vetëm dikush që ka vullnetin, dëshirën, kapacitetet gjithashtu, për me e çu punën përpara, arrin që ne këto kohra me ne shkurtu, sepse ne duhet me e pranoj edhe unë pavarësisht se jam në mazhorancë që Shkodra si qytet është në minuse të jashtëzakonshme krahasim me ku duhet ishte në këtë moment. Normal. Dhe ne japim, pra ne analizojmë për 2 vite, unë për shembull tani që kanë filluar takimet në terren konkretisht për hir të fushatës, në gjej për shembull për rrugica të caktuara që kanë nevojë për riasfaltim ose më vjen. Po ka 1000 halle, nuk mund t'i përdosh. Më vjen për të qesh vetëm për faktin që kanë 30 vjet ita, sa ajo rrugica nuk u bë për 2 vjet. Por nga një anë e vlerësoj dhe më pëlqen kur e dëgjoj këtë, sepse aq shumë e shohin ndryshimin për 2 vjet, sa krahasojnë çfarë është bërë 2 vjet me çfarë nuk është bërë 30 vjet. Një kritizer i jashtëzakonshëm si puna jeme, që ka aftësi divulgative, se i kam në shtyp, i kam në televizion, i kam kudo, i kam edhe personale. I ka thënë faleminderit, ja 20 herë edhe në televizion, ish kryebashkiakut para zotit Beci, që quhet Barcpahia. E di çfarë ndodhi? Fushat elektorale, në fund fushat elektorale kishte bë projektin, një projekt ashtu që kishte bë, na shtroi ke apartamenti im rrugën, na shtroi edhe sheshin, na vendosi edhe dritat. Dhe sigurisht u bën për fushat elektorale, dakord, në rregull, mos më bën përshtypje se po bëhet për fushat elektorale, po në çdo 2 vjet e keni ka një fushat elektorale, prap do bëhen punët. Por i shtroi. Edhe them, absolutisht nuk jam me ty, por këtë ma ke shtruar, ta njoh ty. Problemi e dona është që si ka mundësi që vazhdojnë të ndahen fjalët nga veprat, kur nuk e bër asgjë, të fillosh të bësh fjalën. Dhe kur bën diçka, si më thënë, syri të shikon dhe thu, pse po e bën ky? Problemi që ndron, si ka mundësi që të vazhdoj të fluturoj mendja njeriu deri në këtë pikë, sa zhvillimi i një qyteti që është i përbashkët. Trotuarët, rrugët nuk janë të caktuar e dona, të kjo është alegori që po bëj as për socialistat as për demokratët, janë për qytetarët e Shkodrës. Edhe një moment që ti punon mirë, bëre diçka keq, ja për shembull pyetja është e tillë, a ju kritikojnë ju?
a ju kritikon dikush, mos keni bërë një gjë keq, se më thënë, a ke marrë një kritik për diçka, a kanë vretje për diçka qytetarët. Se kjo vlen, kjo është ajo që duhet përmend si fakt. Patjetër që po. Edhe nëse kërkohet një rast konkret për shembull, unë kam qenë një ndër lobusët prapë shumë më të mëdha për rrugën nga Tirana në Shkodër. Pra që duhet shkurtu distanca, është 98 km, nuk ka kuptim veçanërisht në muajt e verës, që ne për 2 pika gjeografike, është dalja e qytetit edhe hinka që krijohet në lezhë dhe në hyrje të autostradës, ne në verë të harxojmë orë të tëra për një distancë kaq të vogël. E kam kërkuar edhe publikisht edhe në foltore edhe në komisione dhe kur u bë projekt buxheti me ministren e infrastrukturës dhe energjetikës dhe ndërkohë u bë aksi i parë. Dhe tash vijunën komentet për pse është me pagesë, pse është diskriminuese. E para është e pavërtetë, sepse është dhe tuneli i Llogaras që është me pagesë, është edhe i gjithë ky aks që fillon nëse është PPP, nga Fieri, sigurisht, dhe rruga e ka ndërtuar pronari, domethënë privati me parët e veta. Dhe ka një gjë, ajo është e para e standardit kategori A. Pra, ai segment, ajo copës nga Thumana në Kashar është plotson një standard që quhet kategoria A në gjuhën teknike të infrastrukturës. Është e vetmja dhe ti për këtë standard do paguash ose do marrësh falas detyrim gjithashtu i koncesionarit për rrugën alternative, e cila është plotësisht funksionale. Ne po lobojmë për sa më shpejt që të bëhet aksi i dytë, i cili është dhënë në 31 dhjetor, është lidhur kontrata, ndërkohë që aksi i tretë është aktualisht në Për Shkodër keni vretje? Çfarë probleme të kanë dalë? Keni gjuhë? Tani vetëm gjë që kanë qenë pa plotësuar, sepse me infrastrukturën brenda qytetit kryesisht është e plotësuar, pra me detaje të vogla. Tash fokusi është te fëmijët. Ndoshta nga që jam më dhonë nanë e re, kam tendencën, pra më duket sikur ndoshta e ndëgjoj me një vëmendje të caktuar. Hapësinat publike për fëmijët. Këtë mendoj që pavarësisht është qeverisje lokale, pra kandet e lojrave të fëmijëve janë qeverisje lokale, po ne kemi shumë projekte me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, në cilën në bashkëpunim munden me kriju një ofertë shumë herë më të fuqishme se sa që mund të më bë në funditës, pavarësisht se Bashkia Shkodër është bashki e madhe, nuk është bashki e vogël, sigurisht që fondet e qeverisjes lokale nuk krahasohen me ato të mbështetje që mundet më dhanë financiarisht qeverisja qendrore. Një nga ato zgjidhje besoj se do të jetë hyrja dhe plotësimi i projektit në hyrje të Shkodrës, i cili sigurisht edhe ai ka efektin për jo vetëm edhe për pleqt, po themi, po edhe për fëmijët. Është një, por ama kanë dhe lojrës edhe hapësirat gjejtë bërta këtu keni jashtëzakonisht të drejtë. Si duket puna e bashkisë dhe çka kishe ndreq, në parantezë. Një nga dëshirat, ndoshta ishte edhe fjala e kryeministrit, ose po themi kryetarit Partisë Socialiste. Po. Por edhe vetë Benet Becit që ne nuk do spastrojmë si e ka pas zakon një kundërpartët. Por një nga vrejtjet me gjithë njerëzit që sigurisht duhen futur në punë. Edhe unë kur kam shku drejtor në një nërmarje, në një institucion të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore, nuk kam larguar asnjëri nga puna. Kam mbajtur ata njerëz që ishin në punë, kam vendosur në punë. So nga Partia Demokratike mundën me thonë të njëjtën gjë që e kanë bërë kur kanë ardhur në pushtet për Partinë Socialiste. Është pak e vështirë, është shumë e vështirë. Një që s'kan pas kontrata pune të qenë të micat e institucioneve, se po të vështirë edhe kjo tjetra. Do ishte nërprej marrëdhënia punës edhe macës. Sigurisht thosha unë gjyshi, babaj edhe vajza, trashëgimia. Kam rastin e kryeministit, i cili u thot kritikon, e ka zakon të kritikoj vlenjatët. Ju thot atyre, ku qa gjeni me demokratët. Sepse ata janë pak më të egjër, kupton, në këtë drejtim. Por, mori një pjesë të tyre. E kam fjallën, për të mos u zgjatur. Si e shikon, është në i vrejtja, është në sulm, apo është vetëm Benet Beci, se sigurisht e kemi zakon të shi, edhe në popull poshtë, bashkia dakord, po gjithë bashkinë të shi e shofin nëpërmjet Benet Becit. Praktikisht, bashkia është bashki, ka sektorët e saj, është për shembull ai sektori i shërbimeve i ngritur i ri, që sigurisht funksionon shumë herë më mirë. Njerëzit i shohin që punojnë nëpër rrugë, hapen, kantiere të hapura, një këtu, një rrugë, kjo nuk është propagandë që po bëjon, ky është fakti, tash nëse nuk është shef dikush, s'ka qef të shorë. Problemi është, a ka vrejtje për mi këtë, një gjon, ka në i vrejtje, jo bëhet kjo punë keq, jo pastrimi, jo kështu, si e vlerësojmë punën e bashkisë?
E di pse ta pyes, sepse në këtë rast unë me anën tënde duhet të zbuloj në një farë mënyrë edhe atë që partia ndjen, a kupton, ose njerëzit e partisë, ose deputetja, ajo që po lufton duhet ndjen që të ketë parasysh për të nesërmen. Unë, nëse ka pakënaqësi, nuk vin ton, qartësisht, sepse nuk kam asnjë pakënaqësi me bashkinë. Fillimisht institucionet ndërtohen vërtet me sisteme, po nëse nuk janë njerëzit, sistemet nuk funksionojnë. Sigurisht. Pra vërtet mund të jetë bërë organigram më e mirë dhe punët mund të jenë Po disa janë mësuar aty mos punojnë gjë tjetër, na kupton. Po mos ishte i zoti punës pra që koordinon gjithë këto strukturat edhe të reja. Edhe fajt aty menjëherë s'duhet punojnë 10 vet aty por edhe merita. Edhe meritën sigurisht patjetër. Duhet më dhanë hakun secilit sepse një menaxher i mirë këtë bën, vën gjithë strukturat në punë. Dhe në fakt për punën e bashkisë unë vetëm fjalë të mira. Ajo që ne dëgjojmë pra është çfarë mund të bëhet më shumë. Pra kërkesat e njerëzve, të cilët është krejt e qartë që nuk janë kërkesa që kanë lihen dje ose që janë problematikë. Domethënë tash mund të realizohen. Kështu funksionon. Në fakt kjo është vërejtja e vetme. Praktikisht ka vërejtje që duhet edhe kjo, pa ama vërejtja e vetme e dona është kjo. Po rruga jon duan më shumë. Po lulishtja jon, po kjo jon, apo kjo jon. Edhe kjo është krejt normale, është edhe normale dhe njerëzore dhe e kanë prit në kjo do ishte anormale do ishte që ti të thoje kjo nuk është normale. Në fakt kjo është normale, sepse jo vetëm që kanë prit, edhe janë shumë të vonuara. Jam të krejt dakord që janë edhe të vonuara. Është në një tokë që kërkon ujë, është e zhuritur. Ato 5 pikat pse do të votojmë Partinë Socialiste në Shkodër. Unë kam përmbledh 5, po në fakt mund të kesh më tepër patjetër. Shumë më tepër, edhe do t'i shpalosim gjatë gjithë fushatës. Pse duhet me votu? Po ti mos u ndal ke 5 vazhdo, nuk ka problem. Fillimisht për me vazhdu rrugtimin drejt vizionit për Shqipërinë 2030, po edhe për Shkodrën 2030. Për mos me ngadalsu ritmin e investimeve në çdo lagje në qytet e në qark, për me vazhdu hapin e Partisë Socialiste me këtë njerëz, por edhe gjithmonë me të njëjtën filozofi të hapjes, por gjithashtu edhe një element shtesë për mos me çu votën dëm. Vërtet, vota është e lirë, e pa kushtuar. Do ta shpjegoj tani. Unë respektoj, madje i sugjeroj gjithë njerëzve të votojnë, si një shprehje një vullnetit politik. Për mua në momentin që nuk ke votu, e ke hek të drejtën për me u anku nga kafja, sepse ti nuk e ke shpreh vullnetin. Praktikisht kështu është. Shprehe me vot. Dhe ka 1 milion forma edhe për qeverisjen për të votuar. Po partitë e reja, për shembull, nuk janë sot forma, sepse ne jemi në një rrugtim me kohën. Sepse në rastin më të mirë, në rang Shqipëria do nxjerrë një deputet i cili nuk ka asnjë lloj peshe, as mundësie për të çuar reformën e integrimit. Po ti një gjë Adriatik Lapën nxjerr 10. Si do ta bëj 15. Andran Beze, gjithashtu kaluam me 1 deputet, me 2 deputet nga subjekte të ndryshme politike, tash po flas në partitë të reja, nuk vjen ndryshimi, sepse grupi negociator është i përbërë nga qindra njerëz të përfshim në administratë publike. Ky ritëm nuk mund dhe nuk duhet të ndalet. Nuk e kanë kapacitetin. Në krah tjetër vinë, pra kemi subjekte të reja politike që vinë me një formulë për mua të vjetër. Unë e dua ndryshimin. Ashtu sikurse për shembull do ta them edhe këtë, që në lista të tjera të partive në Shkodër ka personazhe shumë dinjitoze. Sigurisht i kam vurë edhe unë, patjetër. Unë 2-3 prej tyre do të kisha dashur për shkak të hapjes që ka Partia Socialiste edhe në mentalitet, jo vetëm në hapje, pra edhe për të rekrutuar nga djatha, kush demokrat ta merr sot rasti i Vlorës për me eksakt, ke kryeministri, sigurisht. Edhe rasti i Shkodrës, se po ta gricës shumë një socialist unë sot me një pozicion caktuar do dali blu. Por kjo është hapje në mentalitet dhe do të dëshiroja 2-3 nga këto personazhe ti kishin pas ne në Partinë Socialiste, sepse tek ne e kanë mundësinë që ato platforma me i vënë në shërbim, ndërkohë që aty ai kontribut që do të marrin është shumë pak i lexueshëm. Po unë jam e bindur që edhe masi dalin me shumë pak vota, Partia Socialiste prapë në shtator do din të identifikojë dhe do bëjë gjën më të mirë kur t'i rekrutoj brenda Partisë Socialiste. Vazhdojmë me pikat 2, 3, që më ke përmend, se në ryva unë edhe ta nërpreva mendimin.
Gjithashtu, duhet për Shkodrën tani. Qartë. Për vazhdimin e bashkëpunimit qeverisë qendrore, qeverisë legale. Që shumë e rëndësishme. Ekstremisht për përshpejtimin e punëve, për diasporën, për shkak të paketës maleve, ku unë kam kanë relatore vetë këtij projekt ligji që u votu në parlament, si një mundësi për me i dhanë një vend dhe një hapësinë fizike, jo vetëm virtuale, edhe të tjerëve për të kthyer, sepse Shkodra do të jetë qarku tani flas. Do të jetë gjithashtu në kryeqendër të këtij projekt ligji dhe për të viju gjithë punët e mira të Partisë Socialiste, në çdo aspekt. Do ta ndalni apo do vazhdoni shtoni, akseleroni rrullin e Benet Beqit? Ne vetëm do t'i bashkohena. Flasë edhe si partie, jo sigurisht ai është koordinatori. Normalisht ka marrë disa pesha, po themi disa pesha të rana mi vete, po me sa duket është mësuar. Ai ka një përgjegjësi shumë të madhe sot edhe politike, përveç se drejtimit një institucionit që kërkon shumë, sepse qytetarët e Shkodranit presin shumë nga kryetari i bashkisë, tashmë ka një peshë, unë e quaj peshën e madhështisë Shkodrës, mbi shpinë, për me transformu edhe këtë garë, e cila pra në start duket të jetë pozitive, e prandaj thash garë jo luftë, sepse deri tani dhe atmosfera mes kandidatëve është e përbashkuar drejt numrit 5. Ne kena një sfidë përbashkët në fund të ditës. Momentin që Partia Socialiste arrin surprizën, jo 11 kandidatët, por e gjithë struktura që ka punu, patjetër që rigjen vendin krejt komod mas fushate. Sigurisht. E dona, përpara më the fëmijën. Të shia, flasim edhe këto minutat e fundit edhe për nanën, mamin. Si ke qef, si të thëmë, vajzë apo djallë? Djallë. Djallë, pa që me jetë. Faleminderit shumë. Mami, po shumë mirë, mami ma shu thirët. Mami të thrasin dhe Amerikanët, mami të thrasin edhe ne. E më danë kohën, ke kohë, pa tjetër. E mërë nga herë me vete, gjithkohë. Për gdhel, që ndodhë me të? Nuk jam mami e butë, tani i kina nda rollet në familje, babi laston, mami jëtë egren, por disiplinën. Unë besoj shumë fort që fëmijët... Disiplinën, po, kjo është e rëndësishme shumë. E mendoj shumë, e besoj këtë që fëmijët... Thasë se mos bërtet, ose mos bërqë. Jo. Asë nuk bërtas, asë nuk dënoj... Qortimi pa tjetër. Por asë nuk qortoj, insistoj që ne duhet me bë proceset, se unë kam djarin 2 vjeç e gjys. Pra në këtë fazë, ushqimi, gjumi, pra këto janë kohrat tona. Po paralel me këtë, edhe punë të shtëpisë, për shembull, lujt me melodrat, tani është momenti me i vunë vend, po vën mami lavatriçen, hajde jepja mami një dorë, po vën mami lavastoviljen. Ai më ndihmon edhe në këto gjonat e vogla, edhe si një formë pra për me kanë gjithmonë e ma shumë sigurisht në kontakt, jam prind prezent, edhe nuk ka, për mua është prioriteti, ai është prioriteti numër 1, pra nuk ka asnjë gjë në botë. Do të thënë nuk është mundësia e politikës të ndërhyjë në lëren mrapa të... Unë mbi të gjitha jam mami e Denit. Shumë e rëndësishme. Po tenton që ti mësosh gjuhë tjetër? Që tani? Dhe kujt i ngjan në këtë llojin e sistem të që ne i prirje të fillimit? Po për të pamë, nuk ka asnjë lidhje me mua. Pra unë po ta marr në dorë, nuk thot njëri që është djali im, është kopja babës vet dhe e familjes komplet. Mirë mos vjen keq për këtë punë që jo, si vjen keq se unë bashkëshortin me dashuri e mora, nuk është. Por gjuhë akoma nuk kena fillu me gjuhë të huaja, sepse me televizorin edhe me pajisjet elektronike nuk i kena punë të mirë, nuk dua akoma tek pjesa e... Jo, deri tani po ja dalim. Së mund ta ndalësh do. Duhet ta kontrollosh, e vështirë. Po të flas me eksperiencën e gjyshit, jo të babait. Babai do të isha juaj, unë kam vajzën sa ju. Mu më duket se është e kontrollueshme po. Sigurisht që është e kontrollueshme. Po që të fillosh ndaljen, më duket absurditet. Në këtë pikë them, shikoj, mos nikon, mos e mësoni pak me anglisht do, mos si fut një gjuhë e huaj në këtë lloj
Akoma, sepse studimet, unë edhe lexoj shumë. Sigurisht. Studimet tregojnë që në momentin që futet edhe një gjuhë e huaj, ngadalsohet procesi i foljes në gjuhën amtare, ai flet fjali të plota, për këtë pjesë pra është shumë i zhvilluar. Për moshën, po duke qenë se ka shtetësi austriake, mendoj që avash me kohën gjermanisht aty e ka të mësoj. Jo, kur thash anglisht kisha kuptimin për këtu, atje e ka gjuhën normalisht. Sigurisht që do të jetë bilingvesh, po themi në një farë mënyrë. Si e mendon zhvillimin e të vegjelve, Edona? Tash po flas në konceptin e gjyshit. Nuk jam i zoti ma të flasë, nuk janë gjyshat njësoj të di, Edona. Unë i kam të të 4 gjyshat aktiv me djallë. Pa ashtu se, e vajgjës zgjuar vete dhe nuk ka se unë tash duhet filloj të bëj leksionen në këtë drejtim në distancën e moshës ose të fëmijës. Problemi është se nuk mund të shesmen tash në këtë lloj. Po ama gjyshat e ka, ti e di. Pa gjyshit tash ti mundesh edhe me i thanë diçka gjyshit, ma lere të se e baj, është kjo lloj metode. Ti si e shikon raportin e brezëve, si mund t'jetë, si janë brezat sot, flasë për Shqipërinë e jashtë. Ka kontradikta, ka një problem të madh, janë shtuar shumë pleqtë dhe ndërkohë jo thjesht konservatorizmi, por koncepti për me botën është i fije i kthy mrapsht, kur rinia shikon tjetër prizëm, pleqtë e shkret, prizëm tjetër. Ndoshta këtu unë jam person i papërshtatshëm, sepse unë për shkak se jam rrit me prezencën e gjyshave, për shkak se me vjerrit kam një marrëdhënie të shkëlqyer, për shkak se djali im i ka të 4 gjyshat aktiv dhe unë edhe sforcohem, pra përveç se kur nol naturalisht, sforcohem që ai të jetë sa më shumë me gjyshat, sepse ndjej që plotson një element dashurie që në fëmini do ta ndikojnë më vonë për karakterin. Pra jam një shkollë tradicionale kur vjen puna te familja. Qartë. Jam absolutisht pro gjyshave, krahasuar edhe për shembull me a kopshtin a gjyshat, unë prap jam të gjyshat, krahasuar me sa duhet me pyet gjyshat duhet me pyet jashtëzakonisht shumë, ne llastoni çik, më shumë se sa që llastojmë, ne i llastojnë, pra prindrit i llastojnë më pak gjyshat më shumë. Në krah tjetër, edhe kur kena ndonjë ankesë, unë ja them shumë shoqeve që jemi bërë mama në të njëjtën periudhë, dhe shiko, nga njëherë për shkakun kur nervozon me prindrit e vet, jo domosdoshmë me prindrit e partnerit apo të partneres, them dhe për kaq, faleminderit, sepse nuk duhet me harru në asnjë moment që edhe me kalimin e moshës bie edhe durimi. Edhe me fëmijët e vegjël për shkak duhet me pas shumë durim të jashtëzakonshëm. Sidomos se këta janë bërë i brez shu koha e Elon Muskut, këta janë me inteligjencë artificiale, këta ti mësojnë kodet e gjitha gjërat më mirë se sa ti, kështu që Edona, vjen mirë edhe për mamin e përgjeshme dhe e mirë që je. E fundit është, mu drejto mua, po një farë mënyrë je duke drejtu Shkodranëve. Një narrativ tanë në 2 minutë që për mi atë që e pret Shkodrën e njëkohësisht premtimet që i bën. Ti, partia jote, Edi Rama, i gjithë grupi i madh i majorancës sotme, për një të nesërmen, për një këtë pyetje do ta bëjsh edhe po të ishte i Partisë Demokratike dhe pa dallim. Kjo është një pyetje që i bëhet gjithë në mënyrë të barabartë. Po të kësaj radhe unë kam ju këtu, kështu që ty do ta bëj. Me këtë rast unë i drejtohem jo vetëm socialistave, por të gjithë shkodranëve. Në 4 vite unë kam narratu dhe kam kanë relatore projekt ligjeve kryesore që lidhen me infrastrukturën e Shkodrës, gjitha linjat hekurudhore, paketën e maleve, kam propozu vetë një nisëm ligjore e cila u miratua brenda 2 muajve, që është për investimet me energji të rinovueshme në toka kullot. Kam hartu një ligje kam bërë zbatueshëm brenda vitit, kam lobu për Shkodrën për investime në mënyrë të vazhdueshme, e prekshme dhe më konkrete për qytetarët është kartoni i shill me malin e zi, por edhe shumë iniciativa kryesisht në fushën të sipërmarrjes, të grave, të rinjve. Mendoj që duhet ketë një vazhdimsi, sepse edhe në 4 vjeçarin e ardhshëm është paq e rëndësishme që Shkodrat mbajnë ritmin. Dhe ky është premtimi jem për popullin shkodran. Vazhdimësia që me të njëjtin intensitet mos me vazhdu në një drejtim të gabuar, por me kërku në mënyrë të vazhdueshme për Shkodrën dhe mandajnën për Shqipërinë. Donat, falenderoj. Falenderoj shumë, të uroj sukses
dhe fushat në barë. Faleminderit. Miq të RTS Shkodra dhe të Studio D, ky ishte takimi me Edona Bilalin. Jap takim martën tjetër. Natën e mirë.